zyrtarët publik kanë pozita, por shumica për tyre ku shket zyremi po, ata shumicën e kohës rrinë, nuk bojnë punë, edhe thojnë edhe nuk kthejnë përgjigje. Kjo është shqetësim. Ne jemi duke rritur, duke avokuar e duke dëshiruar që të përmirësohet me aspekt ligjor, sepse hiqet administrative në Kosovë janë për aspekt administrativ, nuk janë vepra penale, që duhet më ndryshu, nuk mund më kanë hiqet administrative vepër e olet, po duhet më kanë një vepër e rëndë, që më ndëshkuaj zyrtar që s'kan përgjigje. Ne në administratën shtetërore, unë shpeshherë bëj postime rreth administratës publike që mendoj që administrata publike do të më bëjë një riorganizim, e të njëjtë kohë do të më shikojë numrin e zyrtarëve publik. Domthonë, zyrtarët publik kanë pozita, por shumica për tyre ku shket zyremi po, ata shumicën e kohës rrinë, nuk bojnë punë, edhe thojnë edhe nuk kthejnë përgjigje. Kjo është shqetësim. Domthonë, shka është një sektor i vetëm në Kosovë që apo zyrtarët që janë caktuar, është zyrtarët e nivelit që mirë me pol. Ata kanë shumë punë, e një sektor tjetër nuk kanë shumë punë. Domthonë, besoj që duhet më rregullu kjo punë, duhet më bën. Besniktajiri ka punuar në këtë draft që është njësi mirë, edhe disa organizatat që është kolegia, njëra për organizatat që mirën me administratën publike dhe me qeverisjen lokale, që është e rëndësishme i morë praktika, me të cilin kanë morë praktika nga shtetet tjera, ndojmë përvoja të njëjtë ku mi morë edhe mi përfshin në komisionet siç ne jemi si organizatë qeveritare, si Avonet, apo si kolegia, apo si ekspert që është Besniki, e t'i përfshin të i inkorporojmë në një dokument për të morë veprime. Nga një ndikimet politike, edhe koncepte politike, në këtë rast për bashkëpunëve lëvizjeve dhe veduse, që kanë janë as tendenca për të krijuar mekanizma, jo në atë aspektin përmirësimit, por morrin masë ndëshkimet. Kosovë, në si shoqërinë, nuk do të pas këtë mendësi për të krijuar masa ndëshkimore.